Nga e marta deri të premten, meteorologët paralajmërojnë ndryshim drastik të motit. Sipas tyre, dimri nuk e ka thënë fjalën e fundit. Parashihen rënje të temperaturave, rreshje të shiut, por dhe të borës. Për këtë shkak në viset malore, por dhe në qendrat e skijimit sipas Meteo Alarm, do të ketë rreshje të dëborës dhe do të formohet shtresë dëbore, kurse kufiri pritet të zbresë edhe në 1000 metra lartësi mbidhetare. Kjo sipas meteorologëve do të thotë se rreshje të përkohshme të dëborës priten edhe në vend banime më të larta dhe në pjesë të qyteteve veçanërisht në viset veriore dhe perëndimore të vendit. Në viset më të ulta, rreshjet do të jenë kryesisht të shiut, por për shkak të rënjes së temperaturave, moti do të jetë dukshëm më i freskët. Edhe drejtoria për punë hidrometeorologjike për 17 mars paralajmëron më shumë vranësira dhe rreshje, kurse parashikimet e motit për qytetet tregojnë se ndryshimi nuk do të jetë vetëm një freskim i shkurt, por një ndërprerje e vërtetë e ritmit pranveror që nisi të ndihet gjatë fundjavës. Në gjysmën e dytë të javës pritet stabilizimi gradual i motit me vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell, ndërsa temperaturat do të mbeten mesatare tipike për marsin.